Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë e tij të pafundme. Ja pra, jemi në Olqi këtu, kemi dalë me vllazni, një shëtitje me bo dhe jemi tani në varp në Anije dhe dëshiroj ta kujtoj fjalën e Allahut Azza wa Jall, ajetin e parafundit të surës Kehf, që flet për detin, sikur të ishte ngjyrë, sikur të ishte bojë, kemi të bëjmë me fjalët e Allahut, pra me Kur'anin të nderuar. Ka do që ka kalu Kur'ani gjanat i ka mështu. Gjibrilin a.s. Kur'ani e boni të njohur, natën e Kadrit po ashtu, natë muajin e Ramazanit po ashtu. Allahu thot Kur'an, shehru Ramadan alladhi unzila fil Kur'an, muaji Ramazanit është muaji me të cilën ka zbrit Kur'ani. Por ajo që du me thonë është mallësia e Kur'anit. Ajetin do ta lexoje njëri prej djemve tri, njëri prej hafizëve të Kur'anit, i cili tani është në moshën 16 vjeçare, kurse diku 5-6 muaj, për 5-6 muaj e ka bo hifz Kur'anit. Kana al-bahru tayyib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Thuaj, sikur deti, thuaj o Muhammed, sikur deti tjetë boj ngjyrë për t'i shku fjalët e Zotit tim, do të shterej deti dhe nuk do të përfundonin kuptimet e fjalës Zotit tim, walau ji'na bimithlihi madada, sikur të sjellnim edhe një det tjetër. Andaj ta madhrojnë Kur'anin në zemrat tona, t'ja mësojnë Kur'anin familjeve tona, evladëve tonë, t'jemi në shërbim të Kur'anit, kështu do t'jemi edhe ummet i dallum dhe ummet i veçum. Allahu e ruajt hafizin që na lexoi këtë Kur'an, këtë pjesë të Kur'anit, këtë pjesë të ajetit. Allahu i dha shtmira, Allahu Azza wa Jalla e bov dashur Kur'anin në zemrat tona dhe Allahu Azza wa Jalla gjithë ata që janë bërë sebeb me u taku në këtë vend, me i kujtu të mirat e Allahut Azza wa Jall, Allahu i dha shtmira. Ibn al-Qayyim rahimahullah thot, sikur Allahu Azza wa Jall ta jep këtë dynjan dhe shakan to dhe ti ta posedosh, pastaj ti thosh Allahut Azza wa Jall elhamdulillah, vetëm fjala elhamdulillah është më e madhe se gjithçka, sepse dynjaja shkon, është fani, kurse fjala Allahut, fjala elhamdulillah në ditën e gjykimit e gjen. Allahu na i mëson gjithëve xhenetin. Thuni gjithë amin. Amin. Allahu na takon në hajër. Amin. Allahu inshallah na përmirëson jetët tona, fjalët tona dhe punët tona. Vetëm me mendu mirë, Allahu na sjell të mira. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.